Zoti Fazliu, ju ditë më parë në Facebook keni publikuar një analizë shumë interesante, më bëri përshtypje edhe mua, gjëtë cilën e kishin transmetuar media jonë dhe unë pikërisht nga atje paqë dhe merdi shumë interesant. Do me thonë, lidhur me pamundësinë ligjore për të votuar edhe diaspora në përgjithësi në zgjedhjet në Maqedoni. Kishit bërë edhe një lloj krahasimi aty, si shembull kishit marrë Kosovën, diaspora së cilës në përzgjedhje voton diku me plus minus ashtu, më duket 100.000 vota ashtu e kishit shkruar në statusin tuaj në Facebook. Pse ndodh kjo? Me Maqedoninë, pse ndodh kjo? E kam fjalën te pamundësia. Për shkak se jam për kujdes, politika anti-shqiptare e ka bën vetë. Cenzusi, regjistrimi i fundit, na doli se 70% e mërgatës, e diasporës, janë shqiptarë. Edhe këtu dikush është për kujdes që kjo kategori, 70% e popullatës, që është në diasporë, mërgata jonë, ti pamundsohet e drejta e votës. Ata ligjërisht kanë drejt të votojnë. Mirë po jo si në Kosovë, jo si në Shqipëri, jo si në Kroaci. Dhe në diasporës tonë duhet mobilizohet, dhvije për zgjedhjet lokale, dhvije këtu, të thonë 2.000-3.000 kilometra për të ardhur për të dhënë një vot, ose për zgjedhjet parlamentare që votimi organizohet në përfaqësi diplomatike dhe konzullore, që Maqedonia nuk ka shumë përfaqësi diplomatike, dhe me thonë këtë drejtim qalon, dhe thjesht një drejt që nuk mund të shfrytëzosh. Dhe kjo është me qëllim. Me qëllim për shkak se shqiptarët nuk duhet të marrin vota shumë, shqiptarët duhet të mvaren tash në zgjedhjet lokale për të tjerë për të zgjedhur kryetarët e komunave, numri i deputetëve shqiptarë të jetë më i vogël, edhe shumë radhë. Do të thonë, pastër anti-shqiptare. Po kjo që më pengon mu dhe të tjerët, se 20 vjet ne kemi pas një përfaqësues politik shqiptarëve, BDI-ja në qeveri, dhe kur nuk e ka ngrit këtë çështje. Përkundrazi, u bë pjesë e politikës anti-shqiptare. Ju kujtohet në një moment, BDI-ja solli një kohë zgjedhor që ja mundson të VMRO-s të fiton 3 deputet në diasporë. Edhe i fitoi. I fitonte. 70% diaspora shqiptare, BDI-ja falte 3 deputet VMRO-s. Pas marrëveshjes Përzhinës, ju kujtohet, ndodhi edhe një skandal tjetër, i fshin nga lista e votuesit mbi 30.000-50.000 shqiptarë. Edhe sot, kur janë në opozit, përsëri nuk e ngritën këtë çështje. Ne shkum zgjedhje me kod zgjedhor të vjetër, për shkak se BDI-ja e pamundsoi sjelljen e kodit zgjedhor, se duhet konsenzus i gjerë dhe duhet shumica dyfisht. Ku nuk e ka ngritë këtë çështje? Në Kosovë, për shembull, diaspora duhet t'i lehtësohet mënyra e votës. Dhe këtë nuk e shpikim ne. Për shembull, Kosova e ka bë me postë. Dhe atje mbi 100.000 vota vinë nga diaspora. Shqipëria, zgjedhjet e fundit 194.000, afër 200.000 vota me postë kanë. Në Kroaci, e dini, presidentët i zgjedhin, shumë është faktor determinues se kush zgjidhet diaspora për president ka ndodhur. Edhe shumë vende tjera nëpër Evropë, perëndim e ke kështu të rregulluar. Ndërsa këtu te ne shqiptarët ju mohohet një drejt. 70% e mërgatës janë shqiptarë. Dhe ata ju mohohet. Shohim mërgata në fjalor, por pas gjë s'bëjmë për mërgata. I maltretojmë, i organizojmë kur na duhet, vinë, të votojnë edhe aq. Veç e rritim numrin atje. Asgjë s'bëjmë. Po të ishte ndryshe, po ta kishin të drejtën diaspora të voton me postë, sot ne do të kishim më shumë deputet. Zona 5, zona 6, zona 1, 2, po edhe në zonën 3 do të kishmi deputet, dhe komunat nuk do të mvareshin as pak prej votave të tjera. As pak. Për shkak se ti ke rastin e Bërvenicës, 65% janë të regjistruar shqiptarë. Po ta kishin të drejtën edhe diaspora, nuk do të kishim kësaj lloj problematike, do të mbaronte rand 2 do të hyshin 2 kandidatë shqiptarë. Leje mo të vim në një situatë të kesh betejë etnike, shohim çfarë po ndodh. Po edhe komuna tjera. Nuk do të kishim Gosivari e
vrapçishti mos arritje të cenzusit. Nuk do të kish, për shkak se diaspora që është e prekur shumë këto di komuna, sidomos Gosivari dhe vrapçishti, do ta zgjidhin që në raund parë ose nuk do të kishim dështim të procesit zgjedhor. Shoh përfaqësues të Vlenit tani që kanë kaluar në raundin e dytë, ja kanë mësi edhe diasporë, respektivisht më duket se i Bervenicës, kandidati për kryetar komune, ishte në diasporë. Mendoni se ka bërë mjaft Vleni apo faktori politik shqiptar në përgjithësi që diasporën të mund ta sjellë të paktën në raundin e dytë në komunat ku rrezikohet kandidati shqiptar? Unë mendoj se vetë diaspora mobilizohet. Dhe nuk është hera e parë që është mobilizuar. Dhe atje tashmë është gara ka kaluar në një nivel tjetër, që i kalon edhe kufijt partijak dhe të koalicioneve. Do në është gara etnike, dhe kur kemi kështu lloj gare, diaspora janë gjithmonë është mobilizuar. Dhe edhe tani. Dhe më thonë, po e shohim që mobilizohet dhe do të vinë dhe unë jam i bindur që Bervenicën do ta fiton kandidati Vleni. Po në Kërçov si qëndron puna, se në Kërçov kemi një kandidat për cilin edhe Kërçovën 2-3 mandatet e kaluara e ka fituar mobilizimi i gjithë shqiptarëve, sidomos i diasporës. Në rastin e tanishëm kemi një njoll. Pikërisht atë desha të them shkaku i atyre video incizimeve që dolën që po qarkullojnë. Është një njoll e madhe që BDI-a nuk po arrin ta menaxhon si duhet. Që pritej pe BDI-s se ky skandal ndodhi më herët. Pikërisht. Kur ishim nga. Se nuk e tërhoqim këtë desha ta shtojmë. Nuk e tërhoqi. Kishim edhe dy kandidat tjerë shqiptar. Nuk ish patjetër të përkrahet kandidati Vlenit, e kishim edhe një kandidat pavarur. Nuk pati guxim, nuk mori guxim, nuk e tekaloi vetveten për ta tërheqë që sot mos vihet në rrezik Kërçova. Pasojë. Mos vihet në rrezik Kërçova. Dhe edhe sot vazhdon. Për shembull, nuk janë gatshëm të thonë që jep dërheqje kandidati. Edhe pasi ta fiton mandatin, garantojmë se do t'japet dërheqje dhe pastaj shpallim zgjedhje 3 me kandidatura 3. Nuk e bëjmë këtë, nuk dëgjojmë se po e bëjmë. Dhe seriozisht është skandal i madh që ka ndodhur atje. Dhe kudo në botë, skandale të tilla e para që ndodh është dërheqje. Dhe dyta, plot raste kemi, po edhe në Shqipëri, që përfundojnë edhe me burg. Ne nuk mund, edhe është e natyrshme, domethënë prej vetes, i jep dërheqje, shkon në instanca tjera gjithësore dhe trego, je i fajshëm apo i pafajshëm. Po kështu me njoll nuk guxohet, hinjet, është njoll e rëndë. Morale dhe kontare. Humb motivi, Po është njoll e rëndë, morale dhe kontare. Tash ne nuk guxojmë të mbulojmë turpin kombëtar, hajtë të vëmë një plis edhe një flamur. Se njollosim edhe plisin edhe flamur. E kuptova. Zoti Fazli, duhet t'ju pyes çfarë duhet të bëjnë partitë, faktori politik shqiptar në përgjithësi për ta tejkaluar, respektivisht për ta zgjidhur këtë procedurë e cila për zgjedhjet presidenciale, siç e thatë ju, është pak më e komplikuar, edhe e dim nëse nuk bëhet rastësisht ai komplikimi i atyre procedurave, po pikërisht duke patur parasysh faktin se 70, atë që thatë ju, 70% e diasporës janë shqiptar. Çfarë duhet të bëjë faktori politik shqiptar që ta rregullojë këtë çështje? Shqiptar duhet të jetë një zë dhe ndryshimet e ardhshme të kodit zgjedhor, për zgjedhjet e ardhshme, tu mundsohet, kemi shembull, nuk shpikim diçka të re, modele kemi, që edhe diasporës të votohet me post, mënyrë elektronike, le ta gjejnë, domethënë mundësinë, po t'ju mundsohet kjo e drejtë, siç e ka Kosova, siç e ka Shqipëria, siç e ka Kroacia dhe shumë vende të tjera. Dhe atëherë unë ju garantoj se do të kemi shumë më shumë deputet si shqiptar dhe komunat shqiptare kur nuk do të varen prej tjerëve. Po do të kemi rritje të numrit votuesve edhe në komuna tjera, domethënë që për shembull i përmendim Botelin, i përmendim qytetin e Shkupit, Kumanovën e shumë vende tjera, të tjera do të varen prej nesh, jo ne prej tyre. Ju jeni përfaqësues i Vlenit. Sa jeni të kënaqur me rezultatin e raundit të parë zgjedhjeve të 19 tetorit? Po të fitosh 11-1 nuk është, domethënë rezultati ka qenë shumë spektakular për Vlenin. Domethënë jemi shumë të kënaqur dhe jam i bindur se edhe në raundin e
e dytë vetëm se do të thellohet dallimi fitoria e Vlenit kundrejt koalicionit AKI. Në 5 komuna fiton në raund të parë, edhe atë Binço, por në komuna tjera ku jemi në raund dytë kemi një epërsi të madhe. Për shembull Tetov të hynë me diferencë 4000 vota para, edhe komunat tjera, Dibra, Struga, Dolneni, Brvenica, Bogovina, domethënë garantojnë fitore. Tash rundit Vleni përkrah edhe Studeniçanin, domethënë kandidatën e pavarur Azem Sadikun. Unë besoj se BDI do të pëson fiasko. E cili mendoni se është mesazhi votuesit shqiptar me këtë votim plebiscitar, të them, të paktën në komunën e Tetovës dhe këtu në Shkup dhe rrethim? Unë se ky votim, ky plebiscit është dash ndodh moti kohë, por shqiptarët nuk kanë qenë të lirë në votë. Për herë të parë shqiptarët janë të lirë të votojnë për shkak se BDI-ja nuk është në qeveri dhe nuk ka mund të përdor metodat e shantazhit, kërcënimit, klientelizmit, korrupsionit e kështu me radhë. Edhe u ndi lirë dhe e dha verdiktin, e dënoi politikën 20 vjeçare, amorale, akontare të BDI-s dhe kriminale, dhe ja dha një mundësi Vlenit, i dha edhe i çoi një porosi që në të ardhmen të bashkohen, të del një subjekt dhe të jetë përfaqësues i denjë në qeveri si partner i barabartë me të tjerët. Njëri nga përfaqësuesit e Vlenit, respektive zoti Izet Mexhiti, në paraqitjen e parë pas rezultatit, pas konklutimit të rezultatit të raundit parë, tha se BDI, respektivisht Ali Ahmeti, me këtë rezultat shkon në pension. Mendoni se do ta çoni me këtë rezultat edhe në raundin e dytë në pension AKI-n në rastin konkret? Nuk e çojmë ne, populli e çoj. Vota plebiscitare e popullit kërkoi referendum, gjeti referendum. Dhe i tha mjaftisht. Jo, edhe unë në analizat e mia, unë e kisha me mediat në të kolekte mi, sepse tani e shoh se kohëve të fundit Tiranë-Prishtinë, si të them, shtrembrojnë qëllimisht, nuk e di për cilat arsye, po mund t'i supozoj edhe arsye të cilat janë, shtrembrojnë atë fotografinë edhe gjithmonë paraqesin një pasqyrë, një fotografi ireale sa i përket disponimit të popullatës kundrejt partive të caktuara politike, po shqyqyr zoti që kësaj radhe edhe e demantoj pikrisht mediat e Prishtinës dhe Tiranës, dhe dhash zoti herave tjera të reflektojnë dhe të jenë ma real mënyrën e gjykimit. Unë kisha 4-5 paraqitje në televizion të atjeshëm. Uroj të jenë real, por rezultati nuk mund fshihet. 11 komuna në përballje drejt për drejt me BDI-n ka fitu Vleni. BDI vetëm një komunë. Plasnica nuk ka pas përballje drejt për drejt. Tamam. Vleni me BDI-n. Po edhe nuk e di a është kandidati i BDI-s atje në Plasnicë. Ose Çashka, nëse mund, Çashka është diçka krejtësisht tjetër. Është fitore e shqiptarëve atje. Nuk ka fare, shumë pak ka të bëjë me ngjyrim politik që duam të jam vesh. Vetëm një komunë ka fituar në të parë. Edhe në tjera, dhe në dy ka dështu keq. Ka dështu shumë keq. Edhe gjithkund tjetër ka humbë, edhe ka humbë thellë. Si qëndron puna me Dolnenin për raundin e dytë flas? Unë besoj se ne kemi një kandidat shumë të mirë, shumë përgatitur, dhe që në raund të parë mor një votër, diferenca shumë e madhe është atje ndaj kundër kandidatit. Tash besoj se gjithë bëhen bashkë për ta përkrahur kandidatin e Vlenit dhe unë pres fitore, nuk e diskutoj fitoren. Çfarë në plan në përgjithshëm mobilizon edhe qytetarë edhe të etnive të ndryshme, është një kandidaturë që garanton se komuna, domethënë, do të jetë i denjë për të qenë kryetar i gjithë qytetarëve në Dolnet. Çfarë prisni nga raundi i dytë? A mund të rrezikohet diku eventualisht kandidati shqiptar? Nuk besoj. Thash, është pak problem Kërçova, për shkak se vetës ja ka më është problem, dhe e shoh se nuk po gjen mënyrë BDI-ja të kalon vetën s'paro të thotë që garantojmë se ky kandidat pasi ta merr mandatin do të jap dorëheqje dhe do të shkojmë zgjedhje të reja me kandidaturat të reja. Aty një rrezik tjetër
Unë jo, se janë kandidaturat e Vlenit dhe udhëheqjen në raundën e parë bindshëm dhe ajo fitore do të thellohet vetëm në raundën e dytë. Diçka të shtoni që unë se para pash kështu si pyetje nëse keni. Jo, vetëm apel qytetarëve, dhe me thonë i apeloj që të mobilizohen edhe në raundën e dytë të dalin sa ma shumë të përkrajnë kandidaturat e Vlenit me diferencë shumë të madhe, se nuk është se ka fitu Vleni, po kanë fitu shqiptarët në radhë parë, e pastaj Vleni e të tjerë.